Nuk ka shumë ditë që ka startuar, për ngjarjet dhe dinamikat janë të shumta. Bëhet fjalë për Big Brother VIP Kosova. Tema javës sonte do të dedikohet për të pathënat e fundit nga lidhja Dolçës dhe Edit. Ekskluzivisht ti do të shkosh në Grande Fratello për kjo javë. Teksa ky fundit vuajti kur e dashura e tij doli nga shtëpia me pretekstin se ka një problem personal në familje. Bukurosha shqiptare vazhdoi rrugtimin në Grande Fratello e madje u duke lumtur teksa hyri brenda shtëpisë në formatin italian. Bile më miru për 17 italian se sa me të Kosovës, për shkak të kulturës dhe padyshim gjuhës italiane që e flet mirë. Sono 4 in croce, uno per dolce, che sceglie veloce, chi va genio, chi va stretto. Andatevi a divertire. Por në bisede sipër, derisa kuqi u mërzite, madje ka qarë për mallin për të. Ajo nuk e pranoi që është në një raport dashurie, duke ngritur aludime se është me dikë, por që i mohon këto ndjenja. Perché no? Però non c'è nessuno che veramente mi fa bzz. I gjithë rjeti ka vluar me komentet shumta duke thënë se Dolçe Edin e pati vetëm për lojë. E të njëjtit e kanë komplimentuar djalin nga Deçani duke thënë se ai me të vërtet po ndjen diçka. E madje kjo video dëshmon më së miri këtë, gëzimin që përjetoi ai kur kuptoi që Dolçe depërtoi jashtë kufinjeve. S'kishte shans, budalla! S'kishte shans! Kur jemi tek ndjenja më e bukur e jetës, e që është padyshim simpatia. Duket se diçka do të lindë mes Elionës dhe Tonit. Ani pse ky i fundit po heziton të i shpreh pëlqim 18 vjeçarës, duke u stepur për shkak të diferencës 15 vjeçare që e kanë mes tyre. Ka përmend babi yt, më ka shumë mirë. A di pse? Kupton që i bërgjon më të stan. Tham të betuam që kemi po të përbëja. Vlen të përmendet që konkurenti që jeton dhe vepron në Gjenevë të Zvicrës ka një vajzë 13 vjeçe, por ende nuk dihet se është i ndarë nga bashkëshortja apo jo. Të paktën me këtë deklarat bombastike nga baba i tij, edhe është ndarë. I njëjti nuk e do bijan për nuse, por kjo e fundit nuk brengoset as pak për këtë pjesë. Afërsi lidhje me bien. Kuptoj. Po Jemi shumë të qartë. Po. Besoj që sot u shpjegoj. Loja sa shkon afrohesh, sa shkon largohesh. E pse po ma thu që kum ik prej shtëpisë? Unë ju ka di shumë mirë se ti e ka do me gjuhë. Unë personalisht Bino Akaj nuk i pati këto 2 ditë mira duke thënë se është mërzitur e do ta lë shtëpinë më të famshme në vend. për prindërit mi, për fëmijët e mi. Javi po m'jen shumë keq për nivelin tonë si njëri që je, se ti me qenë se veç ishe je informu për jetën teme, dush me di që as unë asnjëherë me dëshirë teme nuk jom ik për familjes teme. Nuk e di. Por, prisni pak. Për debat që kime që the... Okej, unë për shembull mos pari, unë. Derisa ajo është në dilemë sipër, familja e saj ka përgatit as 1, as 2, po hiç më pak se 20 dronë me mesazhe të ndryshme inkurajuese. Në asnjë moment. Oj Alba, po bëhet fjalë. Të kalojmë tani tek debatet e shumta. Tabel për qeti është bërë jo vetëm Alba, por dhe Labinoti, Benita e shkurta. Jo të kursej edhe pak. Këtu edhe të këshyrë me kanë mu lidhë këto. Këta janë aktualisht 4 banorët që kanë më shumë të diskutime e madje me tone të ashpra. Ja, unë zboj biset ato. Ja,
Shikoni këto sekuenca kur Benita ngrit zërin, e po këtë sjellje nuk e kemi parë më herët nga ajo. Alba po bëhet fjalë për mu, që për mu do me thonë kaq. Alba, Ibro dhe disa të tjerë janë personat që tani po e acarojnë Biondinën. I afrimitetin me një femër, dhe në moment kur ma kap mendja mu se një mashkull do... Sasa e akuzon Albën për jo higjen, e kjo gjë është as pak e pranueshme, sidomos kur vajza diskutojnë mes vete për këto gjëra aq personale. E gjëja që aktualisht është në pikpyetje është që Labinoti po sjell informacione nga jashtë, duke thënë që Toni ka një të dashur tjetër. Për mene se Kursej edhe pak, vëlla. Jo të kursej edhe pak. Qaq. Jo të kursej edhe pak. To nuk ka nevojë. Këto është e imi, ja, farndesh. Ajo që për momentin po ju tregojmë është një informacion te jetë bombastik. Për mene, Allah. Shikoni e binduni ju vetë, a ka fëmijë tjetër jashtë martesor Labi, apo kush është vajza në këtë foto? Se çka do të ndodhë në vazhdimsi mbetet të kuptohet në episodin e radhës. Edhe lësh